Atëherë të nderuar përfaqësues të medjave, në kuadër të aktiviteteve që Partia Demokratike e Kosovës do t'i ketë në kuvend, jam sot bashkë me dy kolegët e mi, me Artanin dhe me Altinin, do t'i adresohemi sekretares së kuvendit. Ju e keni padje që zhvillimet në kuvend, të cilat kanë qenë në përpjekje tona për të kthyer ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë, kemi pa një komunikat skandaloze të kuvendit. Fatkeqësisht, kuvendi është marrë peng prej një partije politike e cila provon që përmes diktatit të nështroj edhe administratën e kuvendit. Pra, komunikata në fjalë, thot, po e citoj, në ditën e tretë, vizita e sallës plenare është ndërprerë për disa minuta, pasi deputet të PDK-s dhe të AK-s kishin zënë sallën plenare një kohë kur nuk ishte thirrur asnjë seancë. Dua të ndaj me ju këtë shqetësim, sepse ky Kuvendi i Republikës nuk është i një partije politike. Kuvendi i Republikës i takon të gjithë deputetëve të zgjedhur të parlamentit, të cilët janë betuar në këtë parlament. Dhe nuk mundet që një parti politike ta shantazhojë administratën e kuvendit. Prandaj, për këtë do të takohemi me sekretarin bashkë me dy kolegët e mi, sepse nuk guxon që ky institucion kaq i rëndësishëm të merret peng nga vullneti dhe nënshtrimi që provon ta bëj një parti politike. Faleminderit shumë Blerca. Pra, shqetësimi jonë është i thellë dhe ka bazë, sepse tashmë ky pushtet ka arritë që ta okupoj jo vetëm zyrat politike, po fatkeqësisht edhe ato zyra që për detyrë dhe për shkrim pune kanë me qenë neutrale. Nuk ka këto deputet të kategorisë së parë dhe deputet të kategorisë së dytë. Të gjithë jemi deputet, të gjithë jemi të barabartë dhe para zyrës së medjave, çdo grup parlamentar është i njëjtë dhe duhet me qenë i njëjtë. Por ky pushtet nuk ndalet. Çfarë ka bë zonja Albulena Agjiu, e cila po ashtu ka uzurpuar këtë zyrën prapa nesh, e ka marrë një zyrtar nga Ministria e Drejtësisë dhe ka fut në kuvendin e Kosovës në zyrën për media. Dhe ajo tashmë funksionon me skript të lëvizjes vetëvendosje dhe të Dejona Mihajlit dhe nuk funksionon as me rregullore të kuvendit, as me ligje e as me kushtetutë. Dhe çfarë po ndodh këto mikro si ngjarje, Albin Kurti po mundohet që ta bëj edhe makro, edhe nivelin nacional, ku ta suspendoj kushtetutën dhe ta vendos skriptën e lëvizjes vetëvendosje që është jo një republikë, çfarë ne e kemi ndërtu me shumë sakrificë, me shumë gjak. Kështu që ne po presim bashkë me Blertën edhe Altinin, do të shkojmë te sekretarja, do të bëjmë ankesë edhe gojarisht, po do të bëjmë ankesë edhe me shkrim dhe nuk do të lejojmë që kuvendi i Republikës së Kosovës të kapet nga kjo parti që tashmë ka uzurpuar shumicën e institucioneve. Faleminderit shumë. Si shkërton rregulloria e punës kuvendit të Kosovës, atash do të adresohen për media, do të më thoni diçka. Një deori është kryesues seance, as pse është burr i mirë, as intelektual i dallum, as politikan i përgjithshëm, është kryesues seance vetëm për një cilësi, për shkak të moshës. Prandaj kërkoj mos më abuzu me këtë përparësi teknike që ka, edhe me mojt kuvendin në të blokum, për dorëzojmë kërkesën dhe do të kemi një adresim për ju. Vitin e kalum kur na thërshin në temporishën të verën me propozim pa vota. E tash që i kanë votat s'bojnë propozim. Kemi edhe media të dorë si Okej, një minutë dhe protokollojmë, është procedurë që duhet me nuk kërkoj palje.